janë përputhur dëshirat dhe është përputhur vullneti në një moment, jo vetëm ne duam të hymë në Bashkimin Evropian, por dhe Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda. Dhe natyrisht që ne kemi bërë të gjithë punën tonë për të qenë gati për këtë moment. Duke e ditur shumë mirë se historia e Bashkimit Evropian, historia e antarësimeve të reja, është një histori që nuk lidhet thjesht me sa ka bërë një vendi që do të ndarësohet, po sa e gatshme është Europa, sa i gatshëm është Bashkimi Evropian që të hapi derën. Dhe për këtë arsye, kur na refuzonin, edhe pse Komisioni Evropian thoshte që Shqipëria duhet i hapi negociatat, dilte një vend këtu, dilte një vend atje, jo po se kështu, jo po se ashtu, për interesat e tyre, për punët e tyre, jo se kishin kundër nesh, por nuk donin të hapin derën, ne vazhdonin punën, dhe unë përsërisja që ne duhet sillemi njësoj sikur i kemi hapur negociatat dhe në momentin kur dera do të hapet ne duhet jemi gati. Ama hapja e derës sot ka ardhur si rezultat i faktit që ne jemi gati, por dhe ata për arsye që janë edhe jashtënesh, për arsye të gjithë turbullirave kohës, për arsye të luftës që është në kufit e Europës, për arsye të nevojës për ta forcuar Europën, duan t'japin një mesazh për gjithë botën që Europa po zgjerohet, po rritet në numër, po unifikohet, po forcohet dhe prandaj ylli i fatit tonë europian dhe ylli i fatit të Europës janë rreshtuar bashkë. Ama në këtë moment ne duhet bëjmë pjesën tonë. Sepse ata vërtet e kanë hapur derën, po që ne ta kapërcejmë pragun dhe të hymë në sallonin kryesor, duhet të bëjmë detyrat tona, duhet të mbyllim negociatat. Dhe kaq shumë ata duan që kjo gjë të ndodhë, sa na kanë dhënë një plan në tavolinë për të mbyllur negociatat në vetëm 3 vjet nga 2024 që kaloi deri në 2027.